Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit në fakt se çfarë po ndodhen në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Dita e sotme ka nisur me shumë dashuri, por njëkohësisht ka nisur edhe me shumë nostalgji. Sot është dita e 8 marsit dhe në këtë video do kisha dashur që të gjithë nënave, të gjithë grave t'ju uroj gëzuar me zemër këtë 8 mars. Gëzuar këtë ditë të bukur, gëzuar këtë ditë tuajën, ditën e sakrificës, ditën e lodhjes tuaj, ditën e mirësisë që ju keni dhënë që ky univers të jetë edhe më i bukur. Gjesti në këtë ditë me shumë nostalgji ka kujtuar të kaluarën e tij. Ka kujtuar jetën e vështirë që ka kaluar, ka kujtuar varfërinë mbi të cilën ato kanë jetuar dhe ka kujtuar njëkohësisht edhe dhimbjen, por atë nostalgjinë e bukur që le të themi të varfër ishim, por dashuri kishim. Gjesti të paktën kështu me këto fjale ka thënë, duke thënë që në kohën kur unë isha më i vogël, unë nuk kisha celular, unë nuk kisha ndoshta lukse, por kishim dashurin, shkonim me njëri tjetrin, kishim dashuri familjare, shkonim te dajt, shkonim tek hallat, shkonim tek tezet, argëtoheshim, jetonim bukur me njëri tjetrin, ndërsa sot nuk ka dashuri, sot nuk ka lumturi, sot shohim njëri tjetrin për urrejtje, sot shohim njëri tjetrin vetëm ta dëmtojmë, vetëm ta bëjmë të ndjetë sa më keq. Nëse ai ngjitet në shkallët e suksesit, ne mundohemi ta rrëzojmë. Dhe gjatë kohës kur po përgatiste mëngjesin që kishte bërë një vesë me domate dhe me krastaveca, domethënë gatimi i Gjestit që duket fort mirë që e njeh kuzhinën dhe të jetuarit vetëm e ka mësuar që Gjesti vërtet të jetë një gatues shumë i mirë, po bisedonte me Loredanën dhe Loredana njëkohësisht bashkë me Gjestin në këtë ditë ishte bërë dhe ajo nostalgjike. Do të thënë Gjesti me zemër dhe me shumë mall i kërkoi babait të tij një diçka, duke i uruar nënës së tij Bahate Kelmendit, të cilës ja përmendi emrin, që gjej rastin edhe unë në këtë rast të t'ja uroj 8 marsin kësaj zonje të nderuar. Gjesti tha që oj se Bahat Kelmendi tha gëzuar 8 marsin dhe i tha Tjati të lutem i çoj sot mamit një lule nga ana ime, le ta ketë kujtim prej meje. Unë jam shumë i bindur që sot të gjitha shitoret e luleve do ta gjejnë derën e Gjestit dhe do ta surprizojnë zonjën Sebahat në këtë 8 mars. Ndoshta është nëna më e dashur më tash e të gjithë shqiptarëve dhe ajo ka treguar që të rrisësh një djalë me sakrificë, të rrisësh një fëmijë me ndershmëri, me një punë dore, mirësia e Zotit të kthehet në këtë formë. Ndoshta Gjesti ka patur një jetë shumë të vështirë dhe një të kaluar shumë të rëndë, si të gjithë shqiptarët që me një punë, me shumë lodhje, me shumë sakrifica, me shumë strese kanë rritur fëmijët e tyre, por Zoti kur të do dhe kur të bekon, ai të dhuron momente kaq të bukura. Gjesti ditë të surprizoi, Gjesti ditë të tregoj dhe këtu e pash edhe një anë të Gjestit që është një djalë shumë tradicional dhe është rritur në një familje modeste, tradicionale, shqiptare që nuk kupton dashurinë për të tjerët dhe dashurinë për të gjithë. Gjesti ka shumë emocione, ka shumë nostalgji për të kaluarën dhe ato vite i kujton me shumë mall, edhe pse Gjesti realisht nuk është se ka përjetuar shumë, nga që është 24 vjeç, por të paktën ato vitet e 2004, 2003, 2005, 2007 ishin vitet ku lagjet ishin të mbushura të gjitha me fëmijë dhe luanin me tope, argëtoheshin, e kënaqeshin, e vallëzonin, e loznin loja, ndërsa sot gjithçka është shuar. Nga ana e Gjestit ishte ky mesazh që në këtë ditë të 8 marsit le të qëndrojmë solid, le të qëndrojmë të dashur, le të qëndrojmë të fuqishëm, le të qëndrojmë të adhuruar ndaj njerëzve tanë dhe le të urojmë këtë 8 mars duke uruar të gjithëve paqe, dashuri dhe mirësi. Ne do takohemi të gjithë së bashku, festoni këtë 8 mars sot, të gjithë grave, jetoni me dashurinë dhe të lumtura më shumë se kur dhe mos e dorëzoni veten tuaj për asgjë dhe për askënd në botë.